Pesa aparatë celular të markës iPhone u gjetën nga forcat operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve brenda JVP Durrës gjatë një kontrolli të befasishëm që u zhvillua në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune. Sendet e palishme u gjetën të fshehura në dyert e dusheve në një ambient të përbashkët në godinën A, në katin e tretë të sektorit 1 në burgun e Durrësit, aty ku vuajnë dënimi një sër persona është akuzuar për ngjarje të rënda kriminale, por edhe zyrtara ish zyrtar të lartë vendor të cilat janë në paraburgim për çështje korrupsioni për shpërdorimit e tyre. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve përcolli një komunikat zyrtare për mediat, duke sqaruar se celularët i përkasin 3 të dënuarve Flamur Kapri, Aldo Prifti dhe Vladimir Ibrushi. Mbetet e paqartë se si janë futur celularët në burg, por një grup hetimor po punon për të identifikuar personat përgjegjës dhe mënyrën se si janë futur sendet e ndaluara në këtë institucion. Kontrollet po vijojnë ende nga forcat operacionale të gjitha godinat me qëllim identifikimin dhe sekuestrimin e sendeve të tjera që mund të jenë futur në mënyrë të palishme në këtë burg.